Ndonë të përshëndesje ka menduar organizimin e mitingut përmbyllës Partia Demokratike? Po, Partia Demokratike dhe Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore mbyllin sot fushatën elektorale nga Tirana. Në orën 19 është thirrur një miting final këtu në Bulevardin e Ri, afër Paskuqanit dhe Babrus, duke thyer kështu traditën e viteve të mëparshme, fushatave të mëparshme, kur Partia Demokratike gjithmonë mbyllte fushatën me një miting final në sheshin Nën Tereza, po për shkak të Giro d'Italia, Partia Demokratike vendosi të zhvendoset në veri të kryeqytetit me një miting final i cili deri më tani nuk pritet të ketë surpriza të paktën nga ajo se çfarë po shohim nga niveli i organizimit, pra do të ketë sërish karige ku do të ulen 186 kandidatët për deputet, por edhe mbështetësit e Partisë Demokratike, do të ketë një skenë e vendosur në mes të bulevardit të Ri. Dhe mund t'ju informoj se prej mëngjesit të ditës së sotshme është bllokuar gjysma e bulevardit të Ri për qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë, vetëm për pak minuta pritet dalë në një konferencë për shtyp kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e tij të fundit për këtë fushat elektorale përpara se të flas këtu në mitingun final. Dhe dua të theksoj se në mitingun final do të jenë të ftuar special dy politikanë të huaj, politikani gjerman Elmar Brok dhe ai britanik Stuart Lord Jackson, të cilët pritet marrë një fjalim, po ashtu do të jetë edhe konsulenti fushatuesi amerikan Chris Lachivita bashkë me bashkëpunëtorin e tij Paul Manafort, ndërsa fjalën mbyllëse do e ketë sigurisht Sali Berisha. Përpara kësaj, për demokratët është menduar edhe një mini koncert, le ta themi, me dy këngëtarë, Enis Gjoka dhe Arkimed Lushaj, madje ky i fundit ka paralajmëruar një këngë të re për Partinë Demokratike me titullin Jemi njisha. Megjithatë, presim të shohim se çfarë do ndodh në orën 19 në rast se mitingu final do të fillojë në orën 19, për shkak se informacione nga Partia Demokratike kanë ardhur për shqetësime në nivelin organizativ, për shkak se deri në orën 18 rrugët e Tiranës do të jenë të bllokuara për Giro d'Italia dhe është problem për mbështetësit të cilët janë thirrur nga rrethet për të ardhur në Tiranë, qoftë për transportimin, por edhe parkimin e automjeteve të tyre.